shtetet janë të Bashkimit Evropian, janë të njëanshme, nuk janë pjesë e marrëveshjeve apo shkëmbimit dhe Bashkimi Evropian kur të donë mund të vendos vetë që t'i ndalë mjetet një vendit të tretë. Dhe këtu Kosova edhe po të ishte më e mira në botë nuk do të kishte çfarë të bënte. Ja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të mbyllin USAID-in që jepte diku rreth 40 miliardë euro ndihmë në përbot çdo vit dhe vetëm e kanë mbyllur me një vendim. Kështu që në këtë aspekt nuk ka dyshim se Kosova nuk mund t'i bëjë gjë BE-s nëse BE-ja prapë vendos në masa. Problemi ka qenë se masat ishin vendosur vetëm ndaj Kosovës dhe ka pasur shumë irritim me shteteve anëtare të Bashkimit Evropian se masat së paku nuk janë vendosur edhe ndaj Serbisë, sidomos pasi që një shumicë e madhe ishin të bidur se është e pamundur që askush nga Serbia të mos kishte qëndruar prapa sulmeve në veri ndaj ushtarëve të KFOR-it, ndaj mediave, policisë së Kosovës e pastaj edhe sulmin terrorist në Bansk. Aty ishte problemi se masat u panë si të pa balancuar, si një qasje BE-s tepër e ashpër ndaj Kosovës, ndërkohë tepër tolerante ndaj Serbisë. Dhe për këtë tash burime diplomatike thonë se shkaktar ka mundur të ishte edhe raportimi i objektiv i ishte dërguarit të posaçëm për dialog Miroslav Lajçak, ekipit të tij, njerëzve në Komisionin Evropian të cilët nuk kanë qenë aq shumë miqësor ndaj Kosovës dhe kanë dashur në këtë mënyrë ta tregojnë atë ashpërsinë e tyre dhe frustrimin dhe pakënaqësinë me sjelljen e institucioneve të Kosovës. Në anën tjetër, fakti se masat u vendosën brenda disa ditësh e u desh më shumë se një vit që ato gradualisht të hiqen, dëshmojnë se nuk ka pasur nxitim për heqjen e tyre përderisa ka pasur nxitim për vendosjen. Edhe kjo dëshmon se kanë dashur të kenë një mjet për ta dënuar Kosovën për sjelljen e saj, nëse mund të shprehem në këtë mënyrë. Por duhet ta pranojmë se ka qenë një periudhë vërtet konfrontuese në raportet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Prandaj edhe kam thënë se tash është një fazë e re, një nisje e re në raportet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe kjo u pa edhe të shtundën kur u dëshmua se ja pas ka mundësi që gjërat të zgjidhen edhe me koordinim, përderisa deri të shtundën nuk kishte edhe aq koordinim. Mua nuk më habit fakti se edhe Sorensen edhe Shërbimi Veprimit të Jashtëm i japin një peshë shumë të madhe asaj që ka ndodhur të shtunën. Unë nuk do t'i kisha dhënë ndonjë peshë historike, sepse fjala është për diçka shumë teknike, por ata janë në një presion për të dëshmuar se në punën e tyre ka rezultate. Janë persona të cilat e kanë përshkrim të vendit të punës që të merren me dialog, e në dialog nuk ka pasur progres në shumë gjëra. Kështu që është e kuptueshme që edhe përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas me njëherë të përshëndes këtë rezultat dhe të paralajmërojë edhe mundësinë e takimeve të nivelit të lartë. Por duhet të jemi korrekt sa i përket dialogut, do të ishte e gabueshme të themi se ka pas për vite një status quo. Problemi është se në dialog gjërat kanë lëvizur shumë ngadalë, sepse kanë kaluar gati 15 vite prej kur dialogu ka nisur. Dhe nëse shohim këtë periudhë kohore, atëherë nuk mund të jemi të kënaqur me arritjet. Por megjithatë gjatë këtij procesi, përkundër shumë pengesave, janë gjetur disa modalitete, disa formula për ta avancuar Kosovën. Së pari është gjetur formula që Kosovën me Bashkimin Evropian të ketë marrëveshjen e stabilizim asociimit që tash është në fuqi. Ne kur i kthehemi të kaluarës dhe e kujtojmë në këtë, ka qenë shumë vështirë që të binden vendet anëtare, sepse zakonisht marrëveshjet e tilla nënshkruhet mes shteteve të BE-s dhe shtetit që është partner apo shteti asociuar. Në fakt tash Kosova është në një mënyrë shteti asociuar dhe ka një marrëveshje çfarë kanë edhe vendet e tjera të rajonit. Ndonë se kjo marrëveshje në rastin e Kosovës ka disa specifika, por në përmbajtje është pak a shumë e njëjtë me ato të gjitha vendeve tjera. Pastaj kemi pasur edhe mundësinë e përfshirjes së Kosovës në forume të përbashkëta të Bashkimit Evropian me vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe së fundi kemi pasur edhe liberalizimin e vizave që ka përfshirë më vonë njohjen e pasaportave edhe nga vendet që nuk e kanë njohur Kosovën.
Asgjë nga kjo nuk besoj që do të ishte e mundur sikur Kosova të mos ishte konstruktive në procesin e dialogut. Por prapë të gjitha këto gjëra kanë qenë shumë të mundimshme në rastin e Kosovës dhe kanë qenë shumë të lehta për vende tjera, pikërisht për faktin se Bashkimi Evropian gjithmonë është dashur të gjejë formula për të tejkaluar atë pengesën ligjore e ajo është mosnjohja nga 5 vendet anëtare. Tash jemi në një situatë kur Bashkimi Evropian po të doj, mund të kërkoj dhe mund të bëj tryshni ndaj vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën, që të bëhet hapi i parë. E hapi i parë është që vendet anëtare, pra Këshilli, të vendosë që t'i jep mandatin Komisionit Evropian për të përpiluar opinionin për Kosovën.